Tani sot drejt Tiranës, po nes na le, do më shpirti, zemra, kupton, edhe në çdo protestë ose në çdo jemi gati, kupton ti? Jemi gati se normal na lëviz gjaku. Por që e kam thënë dhe e them gjithmonë, kam 3 vite që e them, që me protesta, po në qoftë se sot, se e këto oraret i kam besdi unë, po hajtë, sot në orën 19, në qoftë se e kemi seriozisht Rëzëm Ramën, sot Berisha edhe 51 deputetët e opozitës marrin një karige dhe ulen para parlamentit, në qoftë se e kanë me gjithmënd, ulen para parlamentit dhe fillojnë një grevurie ose një nguim para parlament, para parlamentit ose para kryeministrisë. Në qoftë se e kemi gjithmend, mere karigën, ullu aty dhe shikoje kur të ndikë populli, që të shikoje dhe populli që këtu ka seriozitet. Se pa seriozitet nuk bëhet. I fshashka dhe ku e di unë tani. Tash ne rruga drejt Tiranës. Rruga drejt Tiranës, po rruga drejt Tiranës duhet të bëhet dhe me çik motivim nga ana e deputetëve. Deputetët duhet të japin që nga vetja e tyre. Se ardhja aty, edhe e idh shashka, dhe idh tym, dhe idh gaz, dhe idh me vrape qarë, edhe Rama vazhdon të jetë në pushtet. Jo më vlla, do që Rama të mos jetë në pushtet. Mini nga një karike dhe uluni para kryeministrisë ose para parlamentit. Kjo është për burash. Pastaj, në qoftë se duan të bëjmë auiu, vazhdojmë bëjmë. Ne prapë kemi gjakun, ne na thret gjaku, jemi anti-Ram, anti-komunist edhe vim aty, edhe s'dim nga të rendin. Nuk e di, se di.